Për një syfyr të lehtë edhe për me u tret gjatë kohës deri në iftar me prit. Produktet e nevojshme çto janë kryesisht një sasi e mjaftueshme cilën unë e konsumoj. Hurmja gjithçysh do të më hi në menyn e çdo ditshme. Kjo preferohet zakonisht për syfyr, që unë e preferoj, është më e lehtë për me u tret. Në fillim të ditës, energjia arqelsi për të nisur mbar. E për këtë, instruktorja e Pilates ka një recetë të veçantë, një smoothie të shëndetshëm, të cilën ajo e sugjeron ta konsumoni për syfyr. Kjo recetë është e pasur me fruta të freskëta, proteina dhe fibra, duke ofruar shpërthim energjie që ndihmon për të filluar ditën me shumë fuqi. Ajo thekson se një syfyr i pasur me lëndë ushqyese është thelbësor për të mbajtur trupin të fortë dhe të shëndetshëm, sidomos kur bëhet fjala për të pasur një performancë të mirë gjatë stërvitjes. Po fillojnë me një herë me çka i ndihmon trupit aktiviteti fizik gjatë agjerimit në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Aktiviteti fizik, për shembull specifikisht unë po flas për Pilates, ndihmon shumë sepse gjatë kohës të agjerimit harxhohen muskujt. Trupi harxhon sasinë e duhur të proteinave, karbohidrateve dhe aktiviteti fizik është i domosdoshëm. I domosdoshëm. Patjetër. Tash këtu ne kemi marrë disa produkte që kemi me bo një smoothie. Gjatë kohës së Ramazanit, po flasim sepse iftari zakonisht hahet me një sasi më të madhe të proteinave. Kjo preferohet zakonisht për syfyr, që unë e preferoj, është më e lehtë për me u tret, se ti po han po qohesh në 4 mëngjesit, po han masnina qysh me u tret. Kjo është një tretje sasi e vogël e nevojshme për një syfyr të lehtë edhe për me u tret gjatë kohës deri në iftar me prit. Kështu që këtu ka rreth 502-3 kalori afërsisht, që është e nevojshme për trupin e njeriut deri në kohën e iftarit. Kolla, po na tregon pak edhe produktet? Produktet e nevojshme çto janë kryesisht një sasi e mjaftueshme cilën unë e konsumoj. Hurmja gjithçysh do të më hi në menyn e çdo ditshme gjatë përgatitjes së smoothit, po edhe nëse s'përdor smoothie, nëse nuk përgatit smoothie, pse jo mos me marr hurme 2-3 hurme brenda ditës. Nuk do të thonë veç kohës të Ramazanit, po gjatë ton vitit. Këtu kemi hurme, fara liri, s'm qëllun fara chia, se dhe ato i përdori, badema, lajthia, tërshan, mjalt, fruta mali, qumshti kokosit dhe banane. Një sasi e mjaftueshme për trupin. A vazhdojmë në qisëm edhe në blender? Patjetër, që tash po fillojmë me qumshtin. Përveç stërvitjes, ushqimi luan një rol shumë të rëndësishëm në mirëqenien tonë. Ky smoothie është një mundësi fantastike për të përmbushur trupin me lëndët ushqyese të nevojshme dhe për të filluar ditën me energji, shprehet ajo. Tu kemi Fruta mali, po, të ngrine jo, po unë i kom nxjerr për me u shkri. Kjo është sasia e duhur për eventualisht 2 persona. Nëse ka nevojë për shumë shtesë, gjatë kohës së përzierjes, e shohim sa ka nevojë që mos trashët, prit varet prej hurme 2 kena po? 2 hurme. Okej, edhe mjalt. Një hurme për mua, një për ty. Ama